Hidrocentrali i Fierzës është vepra më e rëndësishme hidroenergjetike në Shqipëri. Kapaciteti instaluar është 500 MW me 4 turbina. Ndërtimi i Fierzës filloi në vitin 1971 dhe u përrua me 12 tetor të vitit 1978. Për ndërtimin e kësaj vepre madhështore kanë punuar një armatë e madhe specialistësh të fushave të ndryshme si projektues, inxhinier, teknik, minator, manovrator, saldator, hekurkthyes, elektricist e tjerë. Një kontribut të veçantë në të gjitha kantierët kanë dhënë edhe specialistët kinez. Në Muzeun Hidrocentralit, ku gjendet një pjesë e memorjes historike të asaj epoke të lavdishme, janë pasqyruar çaste pune përpjekjesh të specialistëve kinez, të cilët solën një përvojë të pasur nga kontinenti i largët. Unë erdha këtu në Hidrocentralin e Fierzës, mbasi marrova studimet në inxhinierinë e ndërtimit në vitin 1975, duke gjetë pa përfunduar akoma tunelin numër 2, 3 dhe me vazhdim, duke parë se si punohet, duke dhënë kontributin tim të asaj kohe, duke qenë në përfaqësinë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, i ngarkuar për cilësinë e punimeve dhe për financimin e veprës. Në këtë vepër madhështore, përveç specialistëve dhe punësve shqiptar, një kontribut kanë dhënë dhe specialistë kinez, duke kontrolluar cilësinë, duke kontrolluar objektin dhe duke dhënë kontribut të veçantë që ky objekt të dalin me cilësi të madhe. Ata kontrollonin në të gjithë sektorët, duke parë me vëmendje se si realizoheshin projektet dhe si dilin objektet. Puna e tyre ishte e lidhur që ata përveç teknologjisë sillnin dhe një përvojë që ju shërben të gjithë specialistave shqiptar, që kjo vepër e veçantë për në të ndërtohesh në Shqipëri, qoftë nga lloji, por kryesisht nga madhësia e saj, dha një kontribut që kjo vepër të ndërtohet me cilësi dhe me një shpejtësi sa më të madhe. Fierza kishte dimensione jashtëzakonisht të mëdha dhe duhesh dhe një përvojë e madhe dhe këtë përvojë dhan kontribut dhe specialistat kinez duke ndihmuar në drejtime të ndryshme që objekti të dilte në çdo drejtim atje në ata parametrat të cilat ishin parashikuar. Punuam me kinezët, kinezët kishin një specifik që nuk kishte inxhinier që thoshte i di të gjitha, por thoshte unë di këtë, unë di regulatorin, unë di mbrojtjen, unë di turbinën, unë di, pra ishin shumë të detajist në profesion. Dhe ne kemi punuar në atë kohë, si inxhinier elektrik që isha unë me kolegët elektrik, punoni me inxhinierët elektrik kinez. Ishim 4 inxhinier elektrik që quheshin dispečer rajonal. Dhe kemi qenë ne të 4 që kemi punuar në sallën e komandës bashkë me teknikën e turnit që ishin tropojan të gjithë. Hidrocentrali i Fierzës në atë kohë ishte vepra më e madhe, jo vetëm energjetike, po e 5 vjeçarit që quhej atëre. Ishte Fierza, ishte metalurgjiku, ishte dhe rafineria e Ballshit. Dhe për ne ishte vërtet një sakrificë e madhe, por ishim të gjithë të rinj, nga 23 vjeç. Sa kishim mbaruar shkollën në qershor, në 16 gusht erdhëm filluam punën në Fierzë. Gjithë ndihmat merreshin nga Kina, qoftë për rafinerinë e Fierit, qoftë për metalurgjikun, edhe për Fierzën që e njohim mirë. Kishim një mbështetje të madhe nga profesor Mjali Urgoni, që ishte dhe përgjegjësi i grupit të projektit elektrik të Hidrocentralit Fierzës. Njëkohësisht ishte edhe në grupin e montimit dhe kolaudimit. Dhe na ai ne kemi pasur një mbështetje të jashtëzakonshme sepse ne vinim direkt nga shkolla. Siç e përmenda pak më parë, teknologjia ishte kineze, kështu që ishte domosdoshme që edhe specialistët kinez të ishin të pranishëm, sepse ishin kushtet të kontratës që ata ishin prodhues, montues, kolaudus dhe deri në shfrytëzim. Dhe realisht është punuar me ore pa orar, me specialistët tanë, ka pas specialist edhe shqiptar shumë të mirë, qoftë për turbinat, qoftë për mbrojtjen, qoftë për transformatorët, të gjitha specialitetet dhe çdo kinez, siç thash, kishte
ishin të specializuar në fushat profilizuar, po ashtu edhe ne u munduam që të përshtateshim. Por ne duhet ishim çik më gjithë përfshirës, sepse edhe në sallën e komandës ku kemi punuar ne, duhet të njihnim gjithë teknologjitë e pajisjeve, se si funksiononin pajisjet, që për çdo avari që të kishte ose çdo remont që kishte, ne të ndërhynim dhe të bëjmë me cilësinë e kërkuar. Unë kam marrë në Fiersë në 76 dhe kam filluar punën si përgjegjës i kolaudimin në 1977. Kam qenë inxhinier projektues i hidrocentraleve, me përvojë në kolaudimin dhe montimin e 9 stacioneve, por pa përvojë në ndërtimin e hidrocentraleve. Vënia në punë e hidrocentralit parë me ndihmën e specialistëve kinesë ka qenë një përvojë shumë e madhe, si për mua, ashtu dhe inxhinierët dhe teknikët e shfrytëzimit që punuan me mua. Ndjehem shumë i gëzuar që i vi këtu në central pas 50 vjetësh dhe shikoj që centrali është më i bukur dhe me tregues dhe me parametra shumë më të mirë se çka qenë në fillim. Kjo është një merit e një pune të jashtëzakonshme dhe shumë të kualifikuar e personelit të shfrytëzimit. Është merit gjithashtu e menaxhimit të korporatës elektroenergjetike shqiptare, e cila ka ditur të bëjë investimet e duara dhe shumë efikase. Unë kam fillu punë në ecën e Fiersës në vitin 1976. Edhe kam punu deri në vitin 1983. Kam qenë shef repartit, kam marrë pjesë që në kohën e montimit edhe deri në përfundimin e komplet veprës. Me jemi përfundimin e universitetit, ne u imrum direkt në hidrocentralin e Fiersës. Ishim rreth 13 inxhiniera që ardhen për një ditë. Pikërisht me 16 kusht vitit 1976. Unë kam punu personalisht deri në vitin 1983, pastaj kam kaluar në hidrocentralin e Komonit, edhe pastaj në hidrocentralin e Valldesit. Gjithsesi kam 42 vite që kam punu në hidrocentralin. Në ecën e Fiersës, në vitin 1976, kena punu me kinesë, me të cilët sigurisht kena përfitu. Unë kam punu me tani, ka pas emrin e Sertani, edhe punoshim të seromotorat. Montimin e seromotorat kena përfitu për eksperiencë tyne dhe kena bashkëpunu në nivele të pëlqyeshme. Sigurisht për mua ishin hapat e parë të fillimit të jetës profesionale, të karrierës profesionale, edhe puna me ta ka qenë me interes të madh në drejtim përfitimit e kualifikimit teknik. Specialistë kinesë krahas teknologjisë që kishin livru këto edhe me ta kam punu edhe në trajtimin e pajisjeve kur ditën e parë që kanë ardhur prej Kinet në kolaudimin e tyre dhe përgatitjen për para montimin këtu në objekt. Me pas edhe gjatë procesit montimit, ka qenë një shkollë në vete, eksperjenca fitume në turbinë e parë. Unë personalisht i kujtoj për seriozitet në fund, për disiplinë, për korreksin, marrëdhëniet me ne. Gjatë kolaudimit që u morëm, në drejtimin e profesorit tonë të nderuar Mihal Jorgonit, duhet veçoj dhe një ngjarje me një nga specialistët kinezë që ishin të pranishëm në elektrik, se këtu ishin në disa kantiere. Por unë do të veçoj një detaj të jetuar nga vetë. Me shokun tim të klasës, Astrid Memën, po diskutojmë për një problem teknik të hidromontimin në një barak. Dhe diskutojmë që ky është varianti që kjo skem duhet funksionoj. Astridi të tin, unë të timen, dhe në këtë zëngë si tuash, menduam, ullur afër nesh, ishte shoku Cui, me kasket dhe pinte cigare. Ishte i moshuar, i ullur në karrige. Në qast nga dëgjon dhe ne, në qast ta menduam, nuk i themi Cuis. Dhe i tham, shoku Cui, urdhëro shoku, na u drejtu. I tham ne, këtë skemën këshu, ky thot këshu, dhe vum si arbitër. Shoku Cui i pa trazuar, mori një flet letre, si relapsi. Shoku tha, është këshu, tha, pa me vizatoj atë. Ne të dy me një gojë, ikën, nuk se diti këtë punë, nuk është këshu. Mirë shoku tha, unë kushtu mendoj, tha. Dhe ne u kthyem në dhomën tonë. Nga kurioziteti hapëm librat. Dhe për habi, varianti që fitus në këtë rast, ishte varianti i shoku Cui. Nuk na linde kurioziteti. Të nesme ose disa ditë më vonë, unë kapa një kines tjetër, në qoftë pse zgaboj shokun kohë. I them, i tregoj historinë, këtë histori që po them tani.
Shoku Kok, kështu. Ai po qeshte. I tharme po pse qesh? Po shoku Cui tha është antari i Akademisë së Pekinit. Shoku Cui ishte akademik, ishte shkencëtar. Kështu që këta ishin njerëz të përkushtuar që punonin me kompetencë patjetër, prandaj e tregova çfarë kualitetesh ishin që punonin me ne. Një grup inxhinierësh e drejtuesish që filluan karrierën e tyre 50 vjet më parë në hidrocentralën e Fierzës, kur sapo ishin diplomuar në Universitetin e Tiranës, u rikthyen në këtë vepër plot nostalgji e kujtime të bukura.